NATO ngrit alarmin. Boshti Rusi, Kine, Kore e Veriut përgatitet për sulm ndaj Europës. Shqipëria dhe Ballkani, hallka më e pambrojtur e vijës së frontit. Kur sekretari i përgjithshëm i NATO-s paralajmëron se Rusia, Kina dhe Korea e Veriut po ndërtojnë një arkitekturë agresive ushtarake me potencial real për sulm kundër Europës, nuk kemi të bëjmë me retorikë politike. Ky është një alarm strategjik, një siren që përçon panik të heshtur në të gjithë kontinentin. Bashkëpunimi ushtarak mes Moskës, Pekinit dhe Penjanit i shprehur përmes shkëmbimit të raketave, dronëve, satelitëve dhe teknologjive të ndaluara e çon ekuilibrin global në skaj të brisht. Por ndërsa Europa përforcon mbrojtjen, lind pyetja e hidhur: ku qëndron Shqipëria në mes të këtij rikthimi të epokës së konflikteve të mëdha? Shqipëria, një territor NATO je me mbrojtje minimale. Shqipëria, pavarësisht antarësimit në NATO, është një nga vendet më të pambrojtura ushtarakisht në kontinent. Forcat e armatosura kanë kapacitete të kufizuara, infrastruktura ushtarake është e brisht, dhe mbrojtja ajrore pothuajse nuk ekziston. Në një konflikt të papritur rajonal, Shqipëria do të varej pothuajse 100 nga mbrojtja e aleatëve. Mbrojtja ajrore, 0 bateri të mbrojtjes raketore, 0 kapacitete interceptimi, kapacitete toksore të pamjaftueshme për çdo skenar real luftimi. Logjistika ushtarake të varura nga infrastruktura civile, të ekspozuara ndaj sabotazhit dhe sulmeve kibernetike. Roli gjeostrategjik, korridor kritik Adriatik, mes dhe për lëvizjen e forcave të NATO-s. Çdo destabilizim në Shqipëri paralizon tërë jugun e aleancës. Ndërkohë, Rusia ndërhyn intensivisht në rajon përmes Serbisë dhe rrjeteve të saj hibride. Ballkani, pika e dobët e Europës. Ballkani mbetet rajoni më i polarizuar në Europë, shtëpia e konflikteve të papërfunduara, e nacionalizmave të ndezur dhe interesave të huaja që punojnë nën sipërfaqe. Serbia, sateliti i fundit i Rusisë në Europë. Beogradi ka ndërtuar një partneritet strategjik me Moskën. Furnizimet ushtarake ruse dhe kineze kanë rritur fuqinë e Serbisë. Retorika e Kremlinit në Ballkan kanalizohet përmes qendrave mediatike serbe. Agjencitë ruse të inteligjencës operojnë përmes pikave të tyre në Beograd, përfshirë qendrën humanitare në Nish. Serbia jo vetëm është politikisht e lidhur me Moskën, por shpesh vepron si instrument destabilizimi në Kosovë, Bosnjë dhe Malë të Zi, zona ku një shkëndije vogël mjafton për të ndezur një konflikt të ri. Kosova, pika më e brisht e rajonit. Kosova mbetet shënjestër e operacioneve hibride serbe. Provokime të vazhdueshme në veri, financimi grupeve të armatosura, përhapje të dezinformimit, kërcënime të drejtpërdrejta ushtarake nga Beogradi. Me Rusin pas Serbisë, çdo destabilizim në Kosovë do të ishte mënyra më e shpejtë që Kremlini të testojë reagimin e NATO-s në Ballkan. Maqedonia e Veriut, Bosnja, 2 shtete në prag të tensionit të përhershëm. Maqedonia e Veriut është objektiv i fushatave ruse të destabilizimit, duke shfrytëzuar ndarjet etnike. Bosnja mbetet korniza e një shteti me 2 shpirt. Rese e Dodikut është faktor kyç i ndikimit rus. Pse Shqipëria është veçanërisht e pambrojtur. Shqipëria nuk ka vetëm mungesë kapacitetesh ushtarake. Rreziku i saj është shumë dimensional. Infiltrimi i interesave serbe dhe ruse në ekonomi, politik dhe media. Mungesë investimi strategjik në mbrojtjen kibernetike. Varësi e thellë nga partnerët për çdo skenar emergjent. Pozicioni i pafavorshëm në rast bllokade në Adriatik. Nëse shpërthen një konflikt i madh europian, Shqipëria do të kthehej nga vend tranzitori i forcave të NATO-s në front logjistik të rrezikuar. Cila është tabloja e madhe? Rusia po kërkon pika të dobëta për të testuar unitetin e NATO-s. Ballkani është territori i përsosur, i fragmentuar, emocionalisht i ndezur, ekonomikisht i brisht dhe me plagë historike të pambyllura. Alarmi i shefit të NATO-s nuk është paralajmërim teorik, është realiteti i ri strategjik. Një botë ku boshti Rusi, King Kore e Veriut, po kërkon të zgjerojë agresionin gjeopolitik, e ku Ballkani është nyja më e pafuqishme e zinxhirit të mbrojtjes europiane. Shqipëria duhet të ndërtojë urgjentisht mbrojtje ajrore, kapacitete kibernetike, neutralizim të ndikimit rus-serb dhe një politikë të jashtme më të koordinuar brenda NATO-s. Sepse nëse kriza globale futet në fazën e saj të radhës, vendet e vogla nuk kanë luksin e gabimeve.